Unë e kom pas lindjen pozitive dhe kom tregu që e kom pas lindjen e shpejt, e kom pas pozitive, mandej të paktën me pas informacionet se ti qysh dosh me usill, ti qysh dosh me pas frymarrjen gjatë lindjes, informatat bas që ty kanë me të ndihmuar ashta që në ato momente nuk ju kujtohet motrave ose mikeve më të thonë ty, ti personalisht me kanë gati edhe pse jo me një eksperiencë pozitive, unë kom tregu për eksperiencën tam pozitive gjatë lindjes, për ndryshe kom tregu eksperiencën tam negative me sjelljen e doktoreshës që ka qenë lindje që ma ka prish procesin e lindjes, që sot asoj ditës s'ko mujt me ja gjetë emrin edhe me postu, me publiku me emër, për shkak që më po thamë, kom pas një lindje të lehtë edhe nuk ma ka prish eksperiencën tam të lindjes me bërtituna. Ka bërtit, ka përdor shprehje që nuk i thuan një personi që është në gjendjen ma cikletshme, ma tron njëtën tam, jam detyru me i thonë më falë, se i thu më falë dhe i thu gjithë shka se je nëzër për sa edhe tutësh, nuk e din, një ndorë të atyne, nuk e din qka është të ndodhë me ty. Sjellja arrogante e saj, dhe me thonë, e kom tregu anën negative, që ka qenë shka si dikuj tjetër që mu më ka ndodhë që ashtu, po njëtë në koja mundu edhe anën pozitive që krevi ju kom thonë, se cilës gru i kom thonë, ti je kriju, trupet është kriju për me kalu qëtë proces, mos me pasi diçka të pa mundur, ose si diçka që... Sjellja është standart në sallat e lindjes në QKUK, a ndodh me shumë gra, apo është eksperiencë veç e jotja, ke dëgju edhe për gra tjera të cilat kalojnë në për situatat tilla? Në momentin që në kom ba publike eksperiencën tam, ka pas plot persona tjerë që mu më kanë shkru, njona për tyne ka qenë edhe gatsh me dojnë në media me tregu, mirë po në mënyrë anonime, ka thonë që një doktoresh e ka hap barkun për me nxjerrë fëmijën me operim, edhe ka thonë nuk e preki merre një mjek tjetër. Do me thonë, deri në qatë pik, janë detyru me marrë një mjek tjetër, doktoresha ka hy në ato operim, do me thonë, ka pas raste që jam ja kon kur gjo heq, se një sjellje mund është me duru, mirë po më të lana gjendje, mirë po, do është ta me thonë, jo me i përfshi, për shkak që ka pas tepër raste që kanë qenë shumë të mira stafi, kanë qenë edhe pas lindjes, për shembull ato motrat, është e të mërshme qysh një motër për kujdeset për 20 gra e ma shumë. Kur ti krejt këtu i ke thonë rrjetet sociale, a kam prodhu reagimet shumëta? Reagimet e rrjetet e mija sociale kanë pru, mandej është ba diçka, është ndërmirë diçka me ato, nuk e di. Jam në punim të një kauze që po du me marë për me informu gratë dhe vajzat e reja me ditë se qka kanë drejt për trupin e tyne, që kanë drejt me vendos edhe pse janë në lindje.